Përshëndetje shenja e binjakëve, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat I ndavën 4 sfera jetësore të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Para se të fillojmë, do doja t'ju thoja që tarot nuk është parashikim fiks, por një pasqyrë energjish dhe mundësish dhe ju jeni gjithmonë bashkë krijues I rrugës suaj. Kalojmë në gjendjen tuaj personale, ku kemi mbretin e monedhave, faqen e shkopinjve, 6 shkopinj dhe 4 shpatat në të kundërt. Kjo javë ju gjen në një fazë stabilizimi dhe zgjerimi personal. Mbreti I monedhave tregon se brenda jush po rritet një ndjenjë sigurie dhe pjekurie. Ju po kuptoni më qartë vlerën tuaj dhe se çfarë meritoni. Ndërkohë, faqa e shkopinjve sjell një shkëndij të re entuziazmi, një ide, dëshirë ose projekt që ju zgjon kurreshtjen. 6 shkopinjt është kartë fitoreje. Ju mund të merrni vlerësim ose konfirmim nga të tjerët. Por 4 shpatat në të kundërt ju paralajmëron që mendja juaj mund të jetë e lodhur nga mbi ngarkesa. Pra ka rrezik të shtyni veten më shumë se ç'duhet, më shumë se ç'ju përballoni në të vërtetë. Kartat këshillojnë gjithashtu se ju duhet të balanconi ambicien me pushimin. Suksesi vjen më I qëndrueshëm kur ju I jepni vetes kohë për rigjenerim. Mos keni frikë të thoni jo ndaj gjërave që ju shpërqendrojnë nga thelbi. Kalojmë te familja. Në familje kemi 3 kupat, mbretin e shkopinjve, 7 monedhat dhe kalorësi I shkopinjve. Në familje, energjia familjare duket aktive dhe sociale. 3 kupat flet për gëzim, takime ose festime. Mbreti I shkopinjve që mund të jetë dashluan ose shigjetar, është energji zjarri, mund të përfaqësojë një figurë të fortë në familje, dikë që merr drejtimin ose ju frymëzon, ose mund të jeni ju vetë të konvertuar në këtë lloj modaliteti. 7 monedhat tregon se disa çështje familjare kërkojnë durim dhe investim afatgjatë. Kalorësi I shkopinjve sjell lëvizje të shpejtë, në një vendim ose ndryshim mund të vijë papritur, por mund të përfaqësojë edhe ndonjë të ri në familje që vepron në mënyrë të papjekur. Kartat këshillojnë se ju përfitoni duke qenë një urë komunikimi, pra mos reagoni me nxitim ndaj tensioneve të vockla. Investoni kohë cilësore me familjen sepse rezultatet do të duken gradualisht, u duhet kohë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi asin e shkopinjve, 2 kupat, 5 kupat dhe kryer priftëresha. Në dashuri, dashuria këtë javë është intense dhe reflektuese. Asi I shkopinjve dhe 2 kupat tregojnë një fillim të zjarrt, pasionant, shumë gjëra të bukura, ose një rilidhje të thellë emocionale. Ndoshta me dikë që keni qenë të ndarë ose me dikë që keni qenë të zënë, por ka potencial të fortë për pasion dhe harmoni. Megjithatë, 5 kupat sjell një hije zhgënjimi ose kujtime të së shkuarës që ende ndikojnë. Ndoshta kujtoni dikë nga e kaluara që keni pasur një marrëdhënie kështu të vrrullshme. Kryer priftëresha ju këshillon të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Jo çdo gjë duhet thënë menjëherë, mbase nuk duhet të shpreheni menjëherë. Disa ndjenja kërkojnë qetësi për t'u kuptuar. Ndoshta edhe për t'u tërhequr, për të reflektuar, sepse ndoshta ka qenë një marrëdhënie jo e shëndetshme kjo, përderisa ju ka sjell në këtë lloj modaliteti. Prandaj merreni shtruar. Dhe si këshill nga kartat unë do të përcjellja që ju duhet të falni. Në rast parë të falni veten ose atë personin tjetër që ju ka bërë të ndiheni aq të pikëlluar, do të thoja unë, megjithëse nuk më pëlqen ta shpreh në këtë lloj forme. Mos lejoni që e shkuara të errësojë një mundësi të re. Ndoshta ajo mundësi e re është më e mirë se ajo që ishte dikur.
Intuita juaj është busulla më e saktë në marrëdhënie. Mos e harroni këtë gjë. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 8 shpatat, faqen e shpatave, drejtësia dhe kalorësi i kupave. Në punë mund të ndiheni të kufizuar ose të pasigurt, pra me kartën e 8 shpatave, sepse 8 shpatat atë përcjell një lloj konfuzioni, një lloj çorientimi, por kjo është më shumë një perceptim sesa realitet. Faqja e shpatave ju shtyn të kërkoni informacion dhe të komunikoni qartë, ose mund të jetë dikush në punën tuaj që i fut hundët më shumë se ç'duhet. Drejtësia tregon se vendimet do të bazohen në objektiva. Kalorësi i kupave sjell një ofertë ose mundësi që lidhet me kreativitetin ose diplomacinë. Pra në punë me kalorësin e kupave ju mund t'i ofroni dikujt këtë lloj oferte ose dikush ju a ofron juve. Varet, gjithmonë varet. Si këshill nga karta atu do të thoja që ju duhet të sfidoni mendimet vet kufizuese. Pra, flisni hapur, dokumentoni faktet dhe ndiqni rrugën që përputhet me vlerat tuaja, sepse një qasje e butë por e vendosur hap dyer. Kalojmë në Prism Oracle. Në Prism Oracle kemi kartën Comfort, rehati. Karta Comfort është një thirrje shumë e butë dhe shëruese pas gjithë energjisë aktive që shfaqën kartat tuaja, pra kishte zjarr, lëvizje, mendim intensiv. Duket sikur kartat ju thonë që të futeni në një hapësirë rehatie dhe vetë kujdesi. Pra kjo kartë ju thërret që ta ndiqni këtë lloj rrugëtimi për veten tuaj, sepse kjo javë nuk është vetëm për arritje, është për t'u kthyer tek vetja juaj, tek ju, sepse ju keni më shumë rëndësi. Comfort tregon se ju mund të jeni duke kaluar një periudhë ku një pjesë e juaj ja kërkon ngrohtësi emocionale, pra kërkon mbështetje, pushim, ose thjesht kërkon leje për mos të qenë gjithmonë i fortë. Është një kujtesë se rehatia nuk është, të kërkosh rehati nuk është dembelizëm, është karburant i shpirtit. Pra, në lidhje me leximin tuaj, unë do thoja që në gjendjen personale, për gjendjen personale, më saktë kjo kartë ju kërkon të pushoni mendjen dhe të festoni arritjet pa presion. Në familje, kjo kartë ju nxit të krijoni momente të ngrohta por të sigurta emocionale. Në dashuri, ju këshillon të kërkoni dhe të ofroni butësi, jo vetëm pasion, sepse pasioni është kalimtar, është si ajo kashta që digjet shpejt, por aq mbaron pastaj. Ndërsa në punë ju kujton të mos sakrifikoni mirëqenien për performancën. Pra, në thelb kjo është një javë për balancë mes ambicjes dhe butësisë. Paqim!